Si është marrëdhënia aktualisht, me administratën tatimore apo me administratën doganore? Çfarë marrëdhënie ekziston në biznesi? Nuk them që s'ka filluar akoma, sepse ne s'kemi 2 javë që ka nisur nga puna, pra se puna ka nisur me taksën e re, pra marrëdhënia tatimore. Të shikojmë se si duhet, por unë po them që vetë edhe nga eksperienca ime dhe të tjerëve ka problemi që sapo kanë filluar kanë bërë një rishikim të sistemit elektronik të tatimeve, ka dalë disa detyrime që nuk janë pasqyrë ndonjëherë në harkut kohore dhe 2 vjeçare me radhë, dhe vetëm vjen fatura të skesës, si vetëm se duhet ta paguash se nuk ke rrugë tjetër. Pra janë ca gjëra që duhet patjetër të rishikohen që mos vazhdojmë me atë rutinën, por kjo është trashëguar nga qeveria e kaluar dhe tani. Ky është argumenti që ju japin në momentin që ju paraqesin këto detyrime? Nuk ka diskutim, do shkosh vetëm thjesht tek banka ta paguash atë. Ju si do veproni? Jo, po prit mos e paguaj se jo ka dhënë kjo favor. Ju si do veproni? Për çfarë? Në rastin e këtyre rasteve, në pak nga kontaktet që keni me biznesin. Po janë krijuar hapësira të reja, siç është organizimi i gjykatës administrative, është forcuar sektori i apelimit, siç tha zoti Rumullaku, që të shikojmë t'i provojmë, sepse të gjitha, gjithmonë disa ligje ose shumicën e ligjeve Shqipëria ka të standardit Bashkimit Evropian. Kur vjen puna për t'i implementuar, ka problem. Pastaj ajo që quhet kleçka, del një ligj dhe ka 9 ligje, 9 rregulla të tjera. Ne do dëshironim që biznesi të ngarkohet me atë që shikon, jo me 9 rregulla, 9 lëvizje me radhë. Pra, kërkohet një transparencë plot ndërmjet si atyre që implementojnë pas paketën fiskale dhe biznesi që është ai operatori kryesor, është, si thua, motori i zhvillimit të vendit dhe akoma populli shqiptar në përgjithësi, qeveritë shqiptare akoma nuk e kuptojnë që vetmja e ardhme e këtij vendi edhe për ta quar në Bashkimin Evropian, i vetmi kal mbi të cilin do vendoset kombi ynë, vendi ynë, është biznesi. Zhvillimi ekonomik do ndodh vetëm prej tij.